Pak ditë para vendimit të pritshëm nga gjykata e lartë lidhur me çështjen e masakrës së Çoles, familjarët të viktimave i dërgojnë një letër të hapur presidentit të Republikës, ku pretendojnë për një proces të korruptuar. Në letrën e cila i kalon për djeni edhe kreu të gjykatës së lartë, Xhezair Zaganjori, dy nga familjarët, Bilbil Rakipi dhe Ina Jete Velaj, akuzojnë se në gjykatën e lartë ka korrupsion, edhe se fëmijët e tyre vriten për të dytën herë. Gjykata e shkallës së parë dënoi me burgim të përjetshëm Aleksandr Lanajn e me nga 35 vite burg në mungesë Bertila Lian e Ani Begajn, vendim që u la në fuqi edhe nga gjykata e lartë. Të tregta kriminal me gjithë provat e paraqitura nga akuza nuk bashkëpunuan me prokurorinë dhe as me gjykatën. Avokatët e tyre kërkuan pafajësi dhe nga gjykata ju dha gjykim i shkurtuar? Pas rekursit në gjykatën e lartë, familjarët ngrenë si shqetësim kohën e shkurtër të nisjes së këtij rekursi edhe të seancës së parë të mbajtur në këtë gjykatë. Familjarët të dy viktimave, Haki Rakipi dhe Ardi Velaj, hedhin hije dyshimi edhe mbi të njëjtin trup gjykues të vendosur në dy shorte të ndryshme. Pra shorti edhe këtu pas ka koinciduar. Ne mendojmë që njëjti trup gjykues nuk duhet të gjykojë të njëjtën çështje dy herë. Problem për familjarët është rrëzimi i akuzës së prokurorisë së shkallës së parë nga prokurori i gjykatës së apelit. Ne nuk kemi asnjë dokument në dorë, por me sa dëgjuam në sallë, vetë avokati mbrojtësit të dënuarve në diskutimin e tyre, disa herë ju referua fjalës së zotit Selmani. Vetë gjyqtarët u habitën me mbrojtjen që prokurori i bëri të dënuarve për krimet makabre. Ndërsa shprehin pikëllimin për vrasjen e fëmijëve të tyre, familjarët e dy prej viktimave deklarojnë se ende nuk ka një shpjegim pse ndodhi masakra e Çoles. Ata apelojnë presidentin e Republikës të ndjekë këtë çështje, pasi theksojnë se ende kanë besim te drejtësia. Ju lutem edhe një herë ta merrni në shqyrtim pasi koha është shumë e shkurtër, deri në datën 23 shkurt, datë në të cilën do të merret vendimi. Gjithçka u shënua në një lokal të lagjes Çole në 7 prill të 2015-s, konflikt që përfundoi me viktima nga të dyja palët. Nga njëra palë humbën jetën dy shokët, Haki Rakipi dhe Ardi Velaj, ndërsa nga pala tjetër u vra Albi Limaj dhe u plagos Aleksandr Lanaj, i vetmi që vijon të qëndrojë në burg. Fillimisht u arrestuan edhe Bertila Liaj dhe Ani Begaj, që shoqëronin Lanajn, por gjykata e Vlorës i liroi e kërkoi pak kohë më vonë arrestimin e tyre, por tashmë dy të rinjt vijojnë të shijojnë Aratin.